Miq Radio Ngjallja, ku dëgjojmë sërish në emisionet tona, sot kemi të ftuar mikun e Radio Son, kemi zotin Theodor Peci, pedagogun e muzikologjisë bizantine, me cilin vijojmë të flasim sërish për himnet e bukura dhe për muzikën bizantine. Sot në fakt, me që se jemi futur edhe në javën e madhe dhe të shenjtë, pikërisht do ndalim të flasim pak për himnologjinë, për veçantinë e kësaj jave të bekuar të kiqëson dhe përjetimin shpirtëror që ndjejnë dhe përjetojnë të gjithë besimtarët ortodoks. Theodor, ju falenderoj shumë që gjetët kohën sot, e di që keni qenë të angazhuar me kohët tuaja. Jemi futur në këtë javë të madhe, kemi filluar ditët e para, kemi dëgjuar atë himnologjinë e mrekullueshme. Mund na thoni pak, sepse shikojmë që jo ne që jemi klerik, por edhe gjithë besimtarët në mahniten nga kjo atmosferë që krijohet tani, sidomos nga himnet e bukura që psalen në kish. Është e vërtetë, thatë Grigori, që java e madhe mund të themi është java e cila përmbledh gjithë doktrinën ortodokse dhe spiritualitetin të krishterë ortodoks brenda një jave. Prandaj edhe përjetimet tona janë të veçanta, sepse edhe mesazhet janë të veçanta dhe për më tepër, ashtu si thotë edhe Shënia Gojarti, ngjarjet që ndodhin në këtë javë janë të mëdha dhe janë shpëtuese për mbar njerëzimin. Dhe për këtë arsye, duke qenë se prezantohet një farë mënyre drama e njerëzimit brenda kësaj jave dhe gjithë plani i shpëtimit të njerëzimit prej Zotit. Për këtë arsye dhe Kisha Ortodokse quajti këtë javë të madhe dhe të shenjtë. Dhe mesazhet janë të shumta dhe brenda një emisioni nuk mund t'i ezaurojmë, po do mundohemi të paktën t'i prekim pak ato shkurtimisht për të krijuar një ide se si është ndërtuar java e madhe në aspektin himnografik të saj. Patjetër, kaluam një periudhë shumë të bukur, e cila ishte periudha e triodit, dhe kuptuam ose mësuam një farë mënyre për ullësin e doganierit dhe u munduam që të shmangim krenarin e fariseut. Njëkohësisht pam pendimin e djalit Prankprishës dhe dashurin atërore të pamasë ndaj atit të tij. Njëkohësisht mësuam që duhet jemi të vigjilent, sepse Zoti është afër, edhe do vi të na gjykojë të gjithëve, dhe për më tepër mësuam si të kreshmojmë, mësuam edhe si të falim njëkohësisht, dhe morëm fuqi prej kryqit të bekuar dhe pohuam besimin tonë ortodoks në ditën e ortodoksisë, dhe njëkohësisht me figurat e mëdha që na paraqiti Kisha, që ishte Shën Grigor Theologu, Shën Grigor Pallamai, Shën Maria e Egjiptit dhe Shën Joani i Shkallës, mësuam prej jetëve të tyre, prej shembullit të tyre, dhe u bën për neve model dhe shembullimi timi, dhe arritëm në atë që ne njohim si e diela e dafinave, ose më saktë përpara të dielës së dafinave, tek e shtuna e Llazarit, që është fillimi në një farë mënyre i parashijimit të javës së madhe dhe ngjarjeve të mëdha që do të ndodhin atë. Që ishte ngjallja e Llazarit, një nga mrekullitë më të mëdha që kreu Krishti në gjatë jetës së tij tokësore. Dhe futemi në të dielën e dafinave, ku bëhet edhe hyrja gallënimtare e Zotit, jo si një luftëtar siç e prisin judenjt, por mbi një pulisht, mbi një kafshë të përullur, pra një hyrje gallënimtare, por e një forme tjetër, ashtu siç e pritën njerëzit në Jerusalem me palma dhe me dafina, dhe e pritën si mbret dhe perëndi në Jerusalem, dhe atë ditë pikërisht Kisha në mbrëmje nis atë që ne quajmë java e madhe dhe e shenjtë e periudhës, ku mbyllet një farë mënyre dhe periudha e triodit, me javën e madhe deri të shtunën e madhe. Do të shohim që të Kisha Ortodokse
në këtë periudhë të javës së madhe bën një ndryshim për sa i përket aspektit himnografik, himnologjik të shërbesave ose të ndërtimit të shërbesave. Çfarë ndodh në këto ditë? Ndodh që bëhet një transferim i shërbesave dhe mund të them një lloj ndryshimi i shërbesave. Shërbesa e mëngjesit kryet basdite dhe shërbesa e mbrëmësorit së bashku me liturgjinë e dhuratave të parashëndëruara zhvillohet paradite. Kjo ndodh për arsye ekonomie, sepse duke ditur mesazhet e mëdha që përcjellin këto himne, kisha vendosi që të ndryshoj rendin e zhvillimit të këtyre shërbesave, për arsye sepse njerëzit janë në përpura dhe duhet për t'i ndihmuar, për t'i përjetuar më tepër këto ngjarje të mëdha, vendosi të bënte këtë kompromis në një farë mënyre, në mënyrë që të shërbente më tepër popullit. Dhe për këtë arsye neve nisim shërbesën e mëngjesores, e cila është në fakt shërbesa e mëngjesores e seanës së madhe, nisim dhe e ekzekutojmë dhe e zhvillojmë ditën e dielë në darkë, pra në mbrëmje, ditën e të dielës së dafinave. Dhe fillojmë me shërbesën e parë, e cila këto 3 ditët e para, pra 3 shërbesat e para, i njohim si shërbesa e dhëndrit ose shërbesa e nusërores, një farë mënyre, që të cilat janë të lidhura dhe kështu i ka përcaktuar edhe tradita e kishës, që pikërisht këto 3 shërbesat e para që zhvillohen në mbrëmje, të quhen si shërbesat e dhëndrit. Pse quhen kështu? Quhen kështu sepse marrin shkas ose marrin një farë mënyre tematikën nga tropari i parë që do dëgjohet në shërbesën e parë të dhëndrit dhe që do ta dëgjojmë dhe në 2 shërbesat e tjera, sepse në atë moment bëhet një procesion i veçantë ku ikona që ne njohim si ikona e dhëndrit është pikërisht ikona e përulësisë së tej skajshme të Zotit, që është konkretisht Zoti i veshur me mantelin e purpurt, që ishte një ofendim në një farë mënyre nga ana e ushtarëve kundrejt Zotit, dhe me kalamin që simbolizon skeptrin e tij, dhe me kurorën prej gjëmbash në kokë që simbolizon kurorën e tij si mbret dhe si perëndi. Edhe pse në sytë e botës ai ishte një gjest ofendimi, një gjest për ulje dhe një gjest ofendimi ndaj figurës së tij. Por për ne të krishterët ai ishte me të vërtet një shembull i imitimi, një shembull i një lideri të vërtet, një shembulli i dashurisë dhe i përulësisë të skajshme të Perëndisë ndaj njerëzimit. Dhe pikërisht kisha këtë paraqit si dhëndër të saj. Dhëndri i saj, i cili ai shumë e deshi botën, po dhe kishën, sa arriti deri në pikën kulmore që u kryqëzua për njerëzimin dhe për ne të gjithë. Dhe pikërisht bëhet ky procesion në kishën ortodokse në mbrëmje dhe në atë moment këndohet himni shumë i njohur, që është himni i dhëndrit. Dhe do doja ta lexoja himnin e shërbesës së dhëndrit, që thot: ja se ku vjen dhëndri në mes të natës, dhe lumë shërbëtori që do t'a gjej të zgjuar, dhe mirë ai të cilin do t'a gjej mendje fjetur. Shiko pra o shpirti im, mos mundesh prej gjumit, që të mos përjipesh të vdekja, dhe të mbyllesh jashtë mbretërisë. Por zgjohu duke thirrur, shenjt, shenjt, shenjt jo Perëndi, me ndërmjetimet e ylinces mëshirona. Është pikërisht ky tropar që e dëgjojmë atë ditë dhe njëkohësisht një tropar tjetër karakteristik pikërisht i asaj dite që lidhe direkt me tematikën e këtyre 3 shërbesave të para të dhëndrit, është dhe dërgimsorja e asaj dite, e cila thot: nusëroren të ndeshoh, o shpëtimtari im të stolisur, edhe rob nuk kam që të hyj brenda në të. Ndriçom ma pra stolinë e shpirtit tim, dritë të dhënës dhe shpëtom. Jam pikërisht këto 2 shërbesa që japin
emërtimin 3 shërbesave të para që do zhvillohen të mëngjesores në mbrëmjet e së dielës në mbrëmje, të hënës në mbrëmje dhe të martës në mbrëmje. Atë që duhet të theksoj për këto shërbesa është fakti që të shërbesën e parë të dhëndrit, pra që është shërbesa e dhëndrit e të hënës së madhe, kisha na sjell përpara nesh figurën e shumë dëgjuar të Josifit të lumur, të cilin jo e quan thjesht të lumur, por e quan të fort bukur, të fort mirë, birit të patriarkut Jakov, që siç e dim historinë, vëllezërit nga Smira kryen gjithë ato akte ndaj tij dhe përsëri Zoti e vlerësoi dhe ai u njoh nga kisha si parafigurim i Krishtit ose si tip i Krishtit për sa i përket pësimeve dhe virtyteve të tij. Dhe njëkohësisht kisha e pasi një model pastërtie, modelin e Josifit. Njëkohësisht një detaj tjetër dhe një paravoli një farë mënyre është dhe mallkimi i fikut, që Zoti Krisht bën kur pa një pemë e cila ishte thjesht me gjethe, por pa fryte. Dhe këtu deshte Zoti që të dënonte një farë mënyre formalitetin që ndodh në të gjitha format, si tek sinagoga e judejve, po ashtu njëkohësisht dhe tek neve sot në kishën tonë dhe në ambientet ku punojmë dhe zhvillojmë aktivitetin tonë. Pra, për të shmangur pikërisht të formalitet i cili nuk jep fryte shpirtërore, por thjesht është një fasad, është një diçka formale. Dhe njëkohësisht të hënën e madhe na paraqet dhe parvolin e 2 bijve dhe buqërve të gëqinj, përmes të cilëve Zoti paratha hedhjen poshtë të popullit të Izraelit dhe pranimit tashmë të popullit të ri që janë të krishterët. Kalojmë tek e marta e madhe, ku të martën e madhe kemi paravolin e 10 virgjëreshave. Dhe pikërisht nga paravolia e 10 virgjëreshave e kanë marrë dhe tematikën 2 himnet që para lexuam, që është Ja se ku vjen dhëndri dhe Nuserorin të ndesho, ku rreth paravolisë 5 virgjëreshave të urta dhe 5 virgjëreshave të marra vërtitet gjithë tematika e 3 ditëve një farë mënyre të shërbesës së dhëndrit, ku patjetër gjitha këto së bashku me paravolin e talantave dhe me tematikën e gjyqit të fundit, përbëjnë atë që ne njohim si mësimdhënia e Zotit në malin e ullinjve. Pra, kemi atë që në traditën për shembull në kishën e Jerusalemit, ku patriarku i Jerusalemit ditën e martë gjitet në malin e ullinjve dhe lexon pikërisht këto 2 ungjite që ne i kemi të ndara ditën e hënë dhe ditën e martë në shërbesën e liturgjisë së parashëntëruar në mëngjes. Patriarku i Jerusalemit ka një traditë veçantë ku gjitet atje në malin e ullinjve, ku mendohet që janë thënë pikërisht o perla të doktrinës ortodokse, të doktrinës së krishterë, dhe i lexon atje mbi mal. Ashtu si që mendohet nga tradita që dhe Zoti atje i tha për para nxënësve dhe turmës. Dhe pikërisht këto 3 tematika janë tematikat që kanë krijuar dhe pikërisht himnet e së martës së madhe. Dhe kalojmë tek e mërkura e madhe, ku të mërkurën e madhe arrim kulmin e këtyre mendimeve dhe këtyre zhvillimeve shpirtërore, po dhe kulmin e himnografisë në një farë mënyre, sepse pas gjithë atyre tematikave që para tham, të kultivimit të talenteve, të qenit vigjilent dhe të qenit esëll dhe në pritje të dhëndrit, që do të vi të gjykoj botën, ashtu si që erdhi dhe tek paravolia 10 virgjëreshave, me kandilin që personifikon një farë mënyre vajin, që personifikon virtytet tona,
dhe që ne duhet të jemi të përgatitur me virtytet për të pritur Zotin që të futemi në syroren e tij, pra në mbretërinë e tij në një farë mënyre. Dhe të mërkurën e madhe, himnet bëjnë një paralelizim të veçantë dhe dallim nga ditët e tjera, ku na vendosen përpara dy figura. Na vendoset figura e Juda Iskariotit, i cili e dim shumë mirë që ishte nxënësi i Jezu Krishtit, një nga të 12, por që e tradhtoi Zotin në fund, dhe figura e gruas së mëkatare, e cila shkoi, bleu miro dhe fute shtëpia e fariseut, dhe me atë miro i lau këmbët dhe e leu Zotin dhe ja fshiu me flokët e saj. Dhe himnografët e asaj dite bëjnë pikërisht këtë paralelizimi midis këtyre dy figurave, midis gjestit ose më saktë një gruaje e cila shpenzoi një shumë të madhe lekësh për të bler atë miro, dhe Juda i cili mendonte me dinakëri që ato lekë u odhën kot. Dhe njëkohësisht futet edhe personazhi i Simonit, fariseut, ai i cili e priti në shtëpi Jezu Krishtin, i cili nuk e priti, nuk e lau këmbët, ashtu siç e lau gruaja mëkatare, dhe njëkohësisht nuk e priti me të njëjtën, nuk pati të njëjtën shpenzim siç pati ajo grua e thjesht, edhe pse nuk ishte statusin e një fariseu siç ishte ai. Pra bën paralelizimin e këtyre, sidomos e këtyre dy figurave të rëndësishme, që është Juda dhe pendimin e tij në thonjza ishte pendim krenar dhe jo pendim real, siç ishte pendimi i gruas mëkatare, dhe njëkohësisht çlirimin. Pra, gruaja mëkatare çlirohet nga mëkati dhe pendohet, kurse Juda robërohet nga argjendashja dhe largohet nga Perëndia. Dhe kulmi i himnografisë shprehet me atë që ne njohim si himni i Kasianis, ku pikërisht kjo dramë, kjo ngjarje paraqitet në një himn të veçantë, ku tashmë është bërë traditë që është një ndër himnet më të njohur në të gjithë ortodoksinë, ku njerëzit mezi presin ta dëgjojnë atë himn ditën e martë në mbrëmje, ku zhvillohet dhe mëngjesorja së mërkurës së madhe. Dhe pikërisht himnografia Kasiani, që e dim dhe emrin e himnografes, shpreh pendimin e nxehtë dhe rrëfimin e kësaj gruaje mëkatare me këto fjalë: O Zot, gruaja që ranë shumë mëkate, duke marrë vesh hyjnin tënde, mori urdhër miropruseje, e duke vajtuar të sjell miro para varimit duke thënë: E mjera unë, se tek unë ka natë, nxitje për shturje, dhe dashuri mëkatit të errët e të pahën. Priti burimet e lotëve të mi, ti që shpihen rreth ujin e detit. Jepu ndërpësherëtimat e zemrës ime, ti që dhe qiejt me mëshirën tënde të patreguar. Do t'i puth dhe pastaj do t'i fshi me gërshetat e kokës ime këmbët e tua të kulluara. Trokëllimin e të cilave kur e dëgjoi Eva në parajs në mbrëmje, ti o shëti në vesh nga frika o fshe. Shumicat e mëkateve të mia dhe avushat e gjykimeve të tua, kush do t'i gjurmoj, o shpirt shpërblyes, shpëtimtari im? Mos mi thej mua shërbëtoren tënde, ti që ke mëshirë të pamatur. Pra na tregon ky himn rolin që luajti ajo grua mëkatare, rolin që nuk arritën ta përmbushnin dot gratë miroprurse kur shkuan te varri i Zotit, që gjetën varrin e hapur dhe nuk arritën dot ta lyenin me miro. Pra Zoti nuk ngeli pa përmbushur gjithë traditat që kryeshin edhe për një të vdekur në varr në një farë mënyre, dhe këtë rol e luajti pikërisht gruaja mëkatare, luajti rolin e një miroprurseje.
e cila e leu para se të vdiste Zoti në kryq dhe përpara se ta çonin të varrosej. Njëkohësisht, këtë ditë himnologjia na sjell në kujtesë edhe diçka tjetër. Mbledhjen e Sinedrit, pra gjykatës më të lartë të judejve. Dhe atë që vendosi Sinedri, që ishte akti më brutal dhe më poshtërues dhe më i keq i ndodhur në gjithë vendimi më i keq që ka ndodhur në gjithë njerëzimin, që ishte kapja dhe dënimi i Zotit. Pikërisht këtë ditë merr vendim edhe Juda Iskarioti që të trajtojë Zotin në këtë ditë. Dhe përmbush për marrëveshjen me judejt që do ta trajtojë edhe madje dhe formën si do ta trajtojë me puthjen e tij tinake. Prandaj dhe në himnet e kësaj dite theksohet qartë edhe kori i psalteve e thekson me forcë dhe madje ne si kor bizantin këtu në katedralen e Tiranës kemi zgjedhur që në momentin kur thuhet ajo që edhe himnografët thonë o poshtërsi e Judës, që e përmend shpesh tropari këtë. Në atë moment edhe Iso ja pushon, edhe bashkohet bashkë me zërin, pa Iso, të gjithë së bashku të pohojnë o poshtërsi e Judës. Sepse ajo me të vërtet ishte një poshtërsi, poshtërsia më e madhe, tradhtia e Zotit edhe Perëndis. Njëkohësisht, ditën e mërkurë në mbrëmje, kisha duhet të kremtoj në të vërtet të njëjtën e madhe dhe të shenjtë, pra mëngjesore që do zhvillohet e nesërmen, që duhet të zhvillohet e nesërmen, por e zhvillon një ditë përpara, ashtu siç paratham dhe për shërbesat e të ëndrit. Në disa kisha ortodokse kam bizotëruar tradita që në mes të javës së madhe të zhvillohet misteri i Evqelisë, pra i vaj të bekuar, i cili është një nga misteret e kishës, i cili kryhet në momente të caktuara të vitit liturgjik, por mund të kryhet edhe kur një besimtar ka nevojë për lutjen e klerikut dhe për lyerjen me këtë vaj të bekuar. Ajo vendoset në mes të javës së madhe, sepse ashtu siç e dim, javë e madhe është e madhe, po ka edhe tundime të mëdha. Edhe duhet që ne të marrim një lloj bekimi në mes të javës, që të fuqizohemi, që të çojmë deri në fund, të vëmë deri në atë që ne njohim si rrugëtimin tonë drejt gjalljes së Zotit, dhe të marrim fuqi nëpërmjet fuqisë së hirit hyjnor, pra të hirit të Shpirtit të Shenjtë, i cili vepron tek vaji dhe zhvillohet pikërisht ajo shërbesë e cila e dim shumë mirë nëpërmjet uratave të klerikëve të kishës dhe të peshkopëve të saj, njëkohësisht nëpërmjet tropareve që referohen pikërisht lyerjes me vaj dhe benefiteve që marrim nëpërmjet lyerjes nga ky vaj i shenjtë dhe i bekuar, dhe njëkohësisht leximit të 7 pasazheve nga Dhjata e Re, që janë pasazhe nga Ungjilli, por dhe nga Apostulli, ku janë pikërisht pasazhe të përzgjedhura për këtë ditë të caktuar, që është dita e lyerjes me vaj. Njëkohësisht në disa kisha zhvillohet menjëherë pas Evqelisë, mund të zhvillohet edhe mëngjesorja e të njëjtës së madhe. Por këtu në kishën tonë kemi vendosur për arsye pimantike që kjo të zhvillohet të nesërmen në mëngjes, në dallim nga ditët e tjera që është zhvilluar në mbrëmje. Pra, ditën e mërkurë në mbrëmje ne zhvillojmë Evqelinë dhe marrim fuqi nëpërmjet saj, dhe të nesërmen në mëngjes ne zhvillojmë disa shërbesa. Zhvillojmë në radhë të parë shërbesën e mëngjesores të njëjtës së madhe, e cila ka pothuajse të njëjtën strukturë si shërbesat e dhëndrit, por me disa ndryshime, sepse atë ditë ne kremtojmë këto gjëra.
që janë shumë të rëndësishme dhe sa vjene dhe bëjnë edhe më të forta, më intensive dhe më të forta edhe ndjenja tona, po dhe ngjarjet që do ndodhin. Atë ditë ne kremtojmë, sipas përcaktimit të tematikës së kishës, lanjitoren e shenjtë. Do me thënë, larjen e këmbëve të apostujve nga vetë Zoti. Kjo nuk është gjë tjetër verse një farë mënyre fryma dhe slogani, mund ta quaj unë, që Zoti ja u transmeton apostujve që roli juaj nuk është rol e një shefi, por roli juaj është t'ju shërbeni të tjerëve. Ashtu si që unë po ju shërbej dhe po ju laj këmbët, edhe ju duhet të bëni të njëjtën gjë, të shërbeni. Pra, kjo është jo t'ju shërbejnë, por keni ardhur për të shërbyer. Pra, një rol shërbimi, rolin e shërbimit të tyre, dhe kjo është dhe roli i drejtuesve të kishës, që duke filluar nga klerikët e lartë deri tek klerikët më të ulët, pra roli i shërbimit. Po themi ngjarja e dytë dhe shumë e rëndësishme është darka mistike. Pra, transmetimi i misterit të Eukaristisë hyjnore nga vetë Zoti Krisht. Është themelimi në një farë mënyre i misterit të Eukaristisë hyjnore, pra e falëndërimit hyjnor, i kungatës, ditën e enjte, sepse ne e dim shumë mirë, ai mblodhi nxënësit e tij dhe tha që merrni nga trupi im, merrni, pini nga gjaku im dhe këtë bëheni për kujtimin tim dhe këtë ta kryeni edhe në vazhdim, jo thjesht si një përkujtimore. Zoti nuk e tha thjesht ta përkujtojmë, por e përcaktoi që duhet ta kryeni këtë gjë, jo thjesht si një përkujtim, por ta kryeni dhe ai që ha trupin tim dhe pi gjakun tim, unë mbetem tek unë dhe ai tek ai. Thot himni asaj dite shumë i rëndësishëm. Edhe pa tjetër, një prej himneve të asaj dite, thot, kur dishepujt e lavdëruar ndriçoheshin te lanjitorja e darkës, atëherë Juda i pabes e rësoi nga sëmundja e argjendashjes dhe përjep ndër gjykatës të paligjit ty, gjykatësin e drejtë. Shiko, o dashës i argjendeve, atë që pësoi varje për këto, dhe ik larg shpirtit të pangopur, që guxoi të tilla kundër mësuesit. O Zot që je i mirë për të gjithë, lavdime ty. Një him tjetër thot, Juda që me të vërtet fare atyre në përkave, pra e krahason me në përkat, të cilat hëngrën manën në shkretëtir dhe prap grindeshin kundër ushqyesit. Se duke pasur edhe në gojë të tyre të ngrënën, flistin kundër Perëndis mosmirnjohësit. Dhe ky i pabes, duke mbajtur në gojë bukën qiellore, punoi tradhtin kundër shpëtimtarit. O mendje e pangopur, o guxim i çnjerëzishëm. Shiste ushqyesin dhe tradhtonte për vdekjen Zotin që puthte. Me të vërtet biri i tyre që i pahudhi dhe me ta bashkë trashëgoi humbjen. Shpëtoi shpirtrat tanë prej një çnjerëzie të tillë o Zot, i vetmi pa shembull në zemërgjërësi. Njëkohësisht, sepse atë ditë, përveç këtyre ngjarjeve që ishte lanjitorja e shenjtë dhe darka mistike, kujtojmë dhe tradhtinë e Judës, sepse pra dorëzimin e Zotit tek judejt me puthje dhe prandaj troparit flasin kaq fort kundër Judës në një farë mënyre, kundër veprimit të Judës. Dhe njëkohësisht, atë ditë kemi dhe lutjen e mbinatyrshme, kujtojmë dhe lutjen e mbinatyrshme të Zotit, pra lutjen me agoni të Zotit në Gjetsemani përpara arrestimit të tij. Dhe atë ditë është dhe duke qenë dhe dita e themelimit të misterit të kungimit, himni më karakteristik është në darkën tënde mistike, o i biri Perëndis, merr më sot pjesëtar, se nuk do t'u them armiqve misterin. Nuk do të japë të puthur si Juda, por duke të pohuar si kusari thërres, kujtom o Zot kur të pish në mbretërinë tënde. Dhe dim që në mbrëmje pastaj, në mbrëmjen e të enjtes së madhe, ne zhvillojmë shërbesën që njihet
si shërbesa e pësimeve, ose njihet si shërbesa e vajtimeve, sepse zhvillohet shërbesa e të premtes së madhe, të enjte në mbrëmje. Dhe njëkohësisht ne njohim atë ditë edhe si shërbesa e 12 ungjive, sepse gjatë shërbesës lexohen 12 pasazhe nga Ungjilli. Ajo që është e rëndësishme është që atë ditë ne përkujtojmë kryqëzimin e Zotit. Dhe shërbesa që njihet si shërbesa e përsimeve të tmerrshme dhe të shenjta, kështu cilësohet. Pse quhet e tillë? Sepse Zoti vuajti e duroi shumë për ne. Çfarë vuajti? Çfarë pësoi? Pësoi pështyrjet, shuplakat, rrahjet, sharjet, përqeshjet, robën e kuqe, kallamin, sfungjerin, uthullën, gozhdët, shtizën dhe mbi të gjitha kryqin dhe vdekjen. Dhe njëkohësisht atë ditë përkujtojmë një farë mënyre dhe rrëfimin, pohimin shpëtimtar të Kusarit në kryq, i cili ishte i pari që rëmbeu dhe vodhi dhe parajsën i pari. Ashtu siç ishte Kusar në jetën e tij, por arriti të vite edhe parajsën. Dhe në fillim troparet na paraqesin pikërisht mbledhjen e Sinedrit, tradhtin e Judës dhe arrestimin, gjyqin dhe talljet e Zotit, të cilat u kryen atë natë. Dhe prandaj po të vini re, atë ditë njerëzit në kish e gëdhin atë ditë, sepse është dita më e frikshme, më e tmerrshme e gjithë javës. Dhe jo më kot tradita popullore e kishës e ka quajtur si e premtja e zezë atë ditë. Jo se është e zezë në të vërtetë, se për ne të krishterët s'ka gjë të zezë, por është sepse për tematika e atyre ditëve është shumë e frikshme dhe e tmerrshme, sepse ndodhin gjithë këto ngjarje shumë të frikshme dhe të veçanta. Atë që duhet të theksoj është fakti që leximi i parë i Ungjillit të asaj dite është shumë karakteristik. Edhe pse të gjithë ungjillit që do lexojmë, të 12 ungjillit kanë veçantinë e tyre, por Ungjilli i parë ka një veçanti tjetër, sepse në një farë mënyrë është testamenti ose njihet si Ungjilli i dhjatës, ose testamenti që le Zoti tek apostujt. Dhe prandaj shpeshherë në disa kisha Ungjillin e parë mund ta lexojë edhe kryeprifti. Në varësi të traditës që ka, traditës lokale që ka kisha. Dhe sepse është ungjilli më i rëndësishëm ku janë gjithë ato, po themi, mesazhet e fundit që u le nxënësve dhe apostujve të tij Zoti Krisht. Kurse ungjillet e tjerë nuk tregojnë gjë tjetër, verse pikërisht përshkruajnë arrestimin, pësimin dhe vdekjen në kryq dhe varimin e Zotit dhe sigurimin e varit nga rojet. Dhe ajo që është e veçantë në këtë ditë është që diku nga mezi i shërbesës ndodh ai që njihet si procesioni i kryqit. Dhe në atë moment, ose litania e të kryqëzuarit, në atë moment kur e prifti ose prifti parë mban mbi supe kryqin dhe bën një litani brenda kishës dhe vendos e paraqet të kryqin në mes të kishës. Domethënë, përshkruan pikërisht momentin kur Zoti arrin që pasi ndodhen të gjitha ato ofendimet e mëdha, arrin në pikën që arrin të kryqëzohet. Edhe atje të një farë mënyre edhe të ndrojë jetë, edhe më vonë do ta shohim që do të vendoset edhe në varr. Pra atje jep frymën e fundit për të gjithë njerëzimin. Dhe një prej të pareve që
thuhet atë moment është sot varet mi dru, a i që vari dhe unë bi ujra. Kuror prej gjëmbash i vjetë rreth kryes mbretit të ëngjive. Me purpur të gënjeshtër, vishet a i që veshi qelin me re. Shuplakë dë njoj, a i që të shliroj Adamin i Jordan. Me gozhdë unë bërthyë dhëndri i kishës. Me shtiz u shpua i biri i vizhreshës. U falemi pësimeve të tua o Krisht, rëfena dhe ngjalljen tënde të lavdëruar. E bukur është momenti kur e të rëshenta e shikon birin e saj mbi kryq dhe thot imnografi, duke parë qengjin e saj të hiqet për therje, Delja Mari shkon pas, duke vajtuar me gratë të tjera e duke thyrur kështu. Ku vete o birë? Për cilin e bën këtë udhë të shpejt, mos bëhet prapë do një tjetër dasmë në Kana dhe nxitohesh për atje që tu bësh verë prej ujit? Të vi me ty o birë, apo më mirë të mbetem. Thuam një fjalë o fjalë, mos më lerë duke heshtur, ti që më ruajt e të qashtër, se ti e biri im dhe perëndia im. Dhe një him tjetër i përshkruan shumë bukur pikërisht këtë tragjedi që ndodh në atë moment, ku thot çdo pjesë e trupit tënd të shenjtë duroi çnderim për ne. Kryet gjëmbat, faqja pështymat, nofullat shuplakat, goja vrerin të përzjer me uthull, veshët blasfemit e paturpshme, kurizi shikullimin dhe dora kallamin, shtrirjen e trupit në kryq, duart e këmbët gozhdët dhe brinja shtizën. O shpëtimtari tërfuqishëm që pësove për ne dhe na shlirove prej pësimeve, që zbrite për ne ndër ne nga njeridashja dhe na lartësove, mëshirona. Një moment Krishti është një moment një tropar, pasi kemi thënë këtë him që para dëgjuam, duket sikur flet vetë Krishti dhe imnografi vë në gojën e Krishtit disa fjalë dhe thot: mi zhveshën robat e mia dhe më veshën me robë të kuqe. Më vunë bi krye kurorë për gjembash dhe në dorën e djathtë më dhanë një kallam që t'i dërmoj por si e në tjegullari. Edhe prap, thot Hylincja, thot, kur të shikonte të varur mbi dru, o Krisht, ty ndërtuesin dhe perëndin e gjithësisë, ajo që të lindi pa atë thëriste mi i dhërim. Bir, o bir, ku të vajti bukuria e fytyrës? Nuk duroj të shok të kryqëzuar padrejtësisht, nxito pra dhe ngjallu që të shikoj dhe unë ngjalljen tënde prej së vdekurish pas 3 ditësh. Këto ishin disa nga truparet e të premtes së madhe, pra të ente në mbrëmje që këndohen. Të nesërmen, kisha vazhdon me ceremonialin e saj, pasi besimtarët kanë qëndruar tërë natën në kishë. Tërë natën duke një farë mënyre i qëndruar pranë në kryqit, ashtu si miroprusja. Dhe të nesërmen ndodhin 2 shërbesa të rëndësishme. Shërbesa e orëve të mëdha, ku janë 4 orë, pra 4 shërbesa, me tropare, me lexime nga dhjatë e vjetër dhe nga dhjatë e re, dhe me urata nga klerikët e kishës dhe thirrje prej tyre, dhe në fund të orës së 4, pra ora e 9 që njihet, pra ora e parë, ora e 3, ora e 6 dhe ora e 9, lëqitet përsëri tropari përpara kryqit sot varet mbi dru dhe këndohet njëkohësisht e psalet dhe pastaj zhvillohet ajo që njohim si shërbesa e mbrëmësores. E mbrëmësorjes së zbritjes nga kryqi dhe të vendosjes së Zotit në varë, që këtu vari ynë është epitafi, pra është një farë mënyrë tavolina e shenjtë, tryeza e shenjtë, që simbolizon varin e Zotit.
dhe zhvillohet gjithë shërbesa me troparet nga më të bukurit, atë mëngjes, dhe në momentin kur lexohet Ungjilli, në atë moment, kryeprifti, si Arimatheani, zbret Zotin prej kryqit, e mbështjell me një pëlhur të pastër dhe e vë në një varr të ri. Tropari i momentit kur ndodh ky procesion pasi mbaron Ungjilli është ty që vishësh me dritën si rob, Josifi të zbriti prej drurit me Nikodimin, dhe kur të pa të vdekur, të zhveshur e të pavarosur, të nisi një vaj të mallënqyer. Dhe duke vajtuar po thoshte, mirë o Isu fort i ëmbël, që kur të pa dielli pak kohë më parë të varesh në kryq, mbështillej në errësirë, dhe dheu valonte nga frika, dhe kurtin e tempullit çahej, po ja tani shoh që durove vdekje për mua vullnetarisht. Si të varos o Perëndia im, apo si të mbështjell me pëlhura, dhe me çtuar të prek trupin tënd të perëndishëm. Apo ç'këngë ti këndoj vdekje sate o i zemërthemshur, madhështoj pësimet e tua dhe përhimnoj varimin tënd dhe ngjalljen duke thirrur lavdim ty. Dhe në atë moment, gjithë kisha, duke dëgjuar këto himne të mrekullueshme, vete dhe i falet epitafit gjatë asaj dite. Që nga i moment, pasi zbredit Krishti nga kryqi, këmbanat tingëllojnë në formë vajtuese gjatë gjithë ditës. Dhe momenti kulmor është mbas dite, kur do të filloj dhe do të zhvillohet pikërisht shërbesa që njohim si shërbesa e së shtunës së madhe, ose ndryshe shërbesa e vajtimeve, sepse në atë moment Zoti varoset dhe njëkohësisht është dhe momenti i zbritjes së tij në hadh. Pra misioni i tij ende nuk ka përfunduar. Edhe pse i vdekur, si njeri, por si Perëndi njeri, akoma vazhdon në hadh, pra në skëter, misionin e tij për të ungjillizuar edhe ata të cilët kishin ndruar jetë që prej Adamit dhe deri në momentin e fundit të varimit të tij. Dhe ai i predikon mesazhin dhe ju jep mundësinë edhe atyre që të shpëtohen tashmë. Dhe ju bën një ftesë të gjithëve për të shpëtuar, dhe kjo është dhe goditja e fundit kundrejt vdekjes. Përveç asaj goditjes së madhe që do t'i japëm me ngjalljen e tij. Dhe thotë, kur zbrite te vdekja e tij, o jeta e pavdekshme, atëherë hadhin e vrave me shkëlqimin e hynis, pra e vrau. Dhe thyen dyert e hadhit, dhe po ta shikojmë në ikonografinë e kishës, Zoti do paraqitet duke mbajtur shpeshherë edhe kryqin e tij mbi supe. Shikojmë poshtë këmbëve të tij dyert e hadhit të shkatëruara. Dhe njëkohësisht me dorën e tij rrëmben Adamin, Evën, Abelin, patriarkët, profetët dhe gjithë të drejtët e dhjatës së vjetër. Dhe këtë ditë psalen edhe vajtimet e përmivarshme që i njohim ndryshe, që thonë, ti o Krisht o jetë, ti u vure në varr, edhe forcat angjëllore çuditeshin dhe lavdi këndonin për dënyimin tënd. Si po vdes o jetë, siri brenda në varr, kur fuqinë e armikut e shtype krejt dhe prej ferit të varosurit i ngjall. Ty të meriton madhështimi, ty o jetë të dhënës, se mbi kryq për ne i ndeve sot duart dhe armikun e dërmove plotësisht. Gjithë gjeneratat vaje të blatojnë, o Krishti i mbi varet. Miroprur se të erdhën, ta spërkatin varin me lotët dhe me miro. Dhe si që është dhe traditë e kishës ortodokse, ashtu si që
Etheria, një pelegrine, e cila u gjend në shekullin e 4 në Jerusalem dhe na përshkroi dhe na regjistroi gjithë procesionet që ndodhin gjatë javës së madhe në Jerusalem, vuri re që ditën e të shtunën, pra të premten në mbrëmje, ndodhte edhe një procesion i madh me epitafin e Zotit në për vendet e ndryshme në Jerusalem. Edhe që pra asaj dite Kisha Ortodokse, si çdo procesion tjetër që ndodh edhe javën e madhe, e ndjek me rigorozitet deri në ditët tona. Dhe ne atë ditë në mbrëmje zhvillojmë një procesion me kuvuklin e epitafit dhe me Krishtin që është i vdekur në bi epitaf. Dhe bëjmë një procesion jo mortor në kuptimin e mirëfill të fjalës, jo si një diçka sikur, por si një vdekur i gjallë. Prandaj edhe klerikët tanë vishen me rroba të çelura, të bardha kryesisht, për të simbolizuar pikërisht këtë, gëzimin që na pret, sepse edhe pse ai është i vdekur, ne dimë që ai do të ngjallet përsëri. Do të ngjallet, edhe nuk kemi gëzim hidhërimi në atë moment. Kemi një hidhërim, por i veshur me shpresën e ngjalljes. Dhe ajo që është e bukur, është që pasi bëhet procesioni me 4 ndalesa gjatë gjithë procesionit, kthehemi në Kishtë dhe lexojmë një profeci shumë të rëndësishme, që është profecia e Jonait, e cila na parafiguron varrimin dhe ngjalljen e Zotit. Dhe na tregon gjithë atë historinë me kockat se si u mblodhën e riformuan nga fillimi. Dhe të nesërmen kemi arritur në një tjetër fazë tashmë. Edhe pse është e shtunë, ka ndryshuar atmosfera, nuk është më ajo atmosfera e hidhërimit. Edhe veshjet e priftërimit ndryshojnë. Patjetër. Madje që në përfundim të shërbesës të shtunës së madhe në mbrëmje, pra të premte në mbrëmje, për që është shërbesa e të shtunës, ne këndojmë ngriu o Zot, këndojmë le të ngjallet Perëndia dhe le të shpërndajnë armiqtë e tij. Pra këndojmë himne ngjallësore, se janë si paraprirse të momentit të nesërmen, që çfarë është shërbesa e mbrëmësores bashkë me liturgjinë e Shën Vasilit të Madh, ku është konkretisht mbrëmësorja e ditës së Pashkës. Dhe tropari që dëgjohet në mënyrë triumfale dhe në atë moment dhe për të shprehur pikërisht këtë ngadhënjim, kryeprifti në gjithë sipërfaqen e kishës shpërndan dafina, edhe në formë triumfale. Në shumë kisha bëhet edhe më triumfalisht, varet si pas traditës lokale të vendit. Dhe në atë moment thuhet psalet himni, ngriu o Perëndi, gjyko dheun se ti ke për të trashëguar gjithë kombet. Dhe njëkohësisht një tropar shumë i rëndësishëm i asaj dite që nuk mund ta lë pa përmendur është himni kerubik që do psalet atë ditë, i cili nuk është himni i zakonshëm himni kerubik, por është një himni veçantë që psalet atë ditë vetëm, dhe thot le të hesht çdo trup njerëzor, dhe le të qëndroj me frikë të merr, e le të mos mendoj më asgjë të dheshme, se mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve vjen që të therret dhe të jepet për të ngrënë tek besimtarët. Dhe përpara i shkojnë korret e ëngjëve me çdo kryesi e pushtet, kerubimet e shumësyshme dhe serafimet 6 krahëse, duke mbuluar fytyrat e duke thirrur himnin Aleluja, aleluja, aleluja. Dhe me himnen ngjallësore të asaj dite në mëngjes, ku është një farë mënyre dhe si një parangjallje, në mbrëmje, duke u gdhir dita e diel, pra pa u gdhir akoma dita e diel, kisha zhvillon shërbesën e të rënatës,
është një farë mënyre, një paraprirse për të hyrë në festën e ndritshme të Pashkës së Madhe, ku pas shërbesës së rënatës, shpalljes me madhështi të mesazhit të ngjalljes së Krishtit jashtë kishës, futen koret e psaltëve në formë gadhënjyse, duke psalur krijimet e Damaskinit të Madh, Joan Damaskinit, që është kanoni, dhe thonë me madhështi, le të ngjallet, ditë e ngjalljes sot na ndriti, le të ndriçohemi prej panairit dhe le të përqafojmë njëri tjetrit, dhe le të themi o vëllezër të atyre që na urrejnë, le të ndjejmë të gjitha në ditën e ngjalljes dhe kështu të thërresim. Krishti u ngjall së vdekurësh, me vdekjen shkeli, edhe varrosurve jetën u fali. Dhe himne të tilla janë pafund atë ditë. Dhe themi eni me një dritë, pra në fillim do marrim dhe dritën, prej dritës që s'perëndon, dhe lavdëroni Krishtin që u ngjall së vdekurësh. Ngjalljen tënde o Krisht shpëtimtar, ëngjëjt himnojnë ndër qiejt, vlerësona dhe ne mbi dhe të lavdërojmë me zemër të paqme. Dhe ditë e ngjalljes le të ndriçohemi o popuj, Pashka e Zotit Pashka, se prej vdekjes te jeta dhe prej dheut në qell na shpuri Krishti Perëndia ynë, duke kënduar këngë fitoreje. Është pikërisht mesazhi i ngjalljes së Zotit. Pra Pashka, kalimi nga robëria në liri, nga vdekja në jetë. Është pikërisht atë që kujtonin dhe ebrejt, ne tashmë e kujtojmë përsëri pikërisht, por në një tjetër lloj Pashke, jo Pashka ashtu siç ishte nëpërmjet gjakut të qingjave, por nëpërmjet qengjit të Pashkët që është Zoti Krisht, i cili do të sakrifikohet për ne dhe do të na falë ngjalljen dhe do na e falë jetën përsëri. Dhe të nesërmen, ditën e diel, ne zhvillojmë një shërbes të veçantë, ku mbyllet tashmë, mund të themi, gjithë ditët e javës së madhe me shërbesën e dashurisë, pra mbrëmësorën e dashurisë, ku është një mbrëmësore ngjallësore me tematikë paskale dhe ungjilli, pasazhi ungjillor na rrëfen shfaqjen e Zotit të 12 apostujt në ditën e ngjalljes së tij, dhe ungjilli lëçitet në shumë gjuhë të botës për treguar dhe mesazhin universal që mbart edhe vetë ngjallja e Zotit, por dhe mesazhin e Krishterë, i cili tashmë duhet të përhapet në të gjithë botën, ku ekziston frymë njerëzore, çdo frymë dhe çdo krijesë. Dhe të predikohet në të gjithë kombet se Krishti u ngjall së vdekurësh si i pari i të fjeturve. Atij i përket lavdia dhe pushteti në jetë të jetëve. Amin. Të thëroni falenderoj shumë, edhe gjej rastin të ftojmë të gjithë besimtarët në këto ditë që na kanë mbetur, që të ndjekin këto shërbesa të bukura, por edhe këto himne që na përmendët këtu në këtë emision. Shpresoj që përmes këtyre që keni dëgjuar të mësoni më tepër, e pse jo të lidheni ende dhe më shumë me kishën, me kishërimin. Shumë e rëndësishme që të ndjekim jo thjesht nga valët e radios Ngjallja apo nëpërmjet pamjeve që tashmë ofrohen nga katedralja, por le të jeni prezent në kishë, të merrni pjesë dhe të shijoni dhe të shihni këto bukuri, mrekulli, këto përjetime të veçanta që vetëm kisha e shenjtë ortodokse mund t'i ofrojë. Miqtë Radios Ngjallja, ishim me zotin Theodor Peci, me pedagogun e muzikologjisë bizantine, me të cilin folim për himnologjinë e javës së madhe të shenjtë. Miru takofshin në emisionet tjera.